Ishte kjo deklarata për media që pati Kutin Cakrani me njerë pas shtrimit dhe hospitalizimit në spitalin rajonal të Vlorës, ku edhe ai po merr ndihmë mjekësore dhe për fat mirë ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që kolegu Algert Harizi do ta bëj pak a shumë një analizë çfarë ka arritur të mësoj përveç deklaratës dhe nga burimet apo nga deklaratat që ka dhënë për policinë, se besoj ka patur dhe informacione të tjera. Po Algert. Ju përshëndes, një ngjarje e rëndë ka ndodhur mes ditën e sotme në qytetin e Vlorës, në pjesën e daljes qytetit, pra një karburanti ku ka rënë prej dhunës avokati Kutin Cakrani, i cili aktualisht po merr ndihmën mjekësore pranë spitalit rajonal të Vlorës në pjesën e reanimacionit. Ne kemi mundur të flasim me avokatin pak minuta më parë, ku ishte i pamundur, por mundi të japim vetëm një deklaratë të shpejtë dhe pak a shumë tregoj pak si ka ndodhur ajo ngjarje dhe dhuna që ka ndodhur pranë kësaj pike e karburantit. Ai na ka treguar që nuk i ka njohur personat, ka patur vetëm një shkëmbim fjalësh pak momente dhe e ka ngoditur direkt. Avokati ka patur disa dëmtime në pjesën e pasme të kokës, ka qenë i total i mbuluar me gjak në momentin që ne kemi mbërritur pranë reanimacionit të spitalit rajonal të Vlorës. Aktualisht mjekët po japin ndihmën e parë dhe ka patur të pamundur të flasin më tej për shkak të gjendjes të përkeqësuar shëndetësore. Policia menjëherë ka shkuar pranë karburantit ku ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë, ka marrë kamera, ka mundur të identifikoj vetëm makinën deri në këto momente, targën e këtij automjetit, është vënë në ndjekje të dy personave që kanë shkaktuar këtë dëmtim të avokatit. Gjithashtu nuk ka dalë me emra konkret, nuk e ka zbuluar akoma autorët, është duke ushqyrtuar pamjet filmike të kësaj pike karburanti. Avokati nuk i ka njohur, siç na ka thënë edhe ai në intervistë, ka qenë i papërgatitur dhe do shihet në vijim si do procedohet kjo ngjarje e rëndë dhe nëse do ketë një deklaratë tjetër nga policia, nëse do ketë mundur të arrestojnë të dy dhunuesit e avokatit të njohur. E qartë. Algert, falenderoj shumë për këtë lidhje që bëre dhe për intervistën fakt që more me avokatin Kutin Cakrani nga mjetet e spitalit rajonal të Vlorës. Urojmë që ai të jetë mirë me shëndet dhe pastaj të presim dhe zbardhjen e plotë të gjithë rrethanave të kësaj ngjarje. Faleminderit. Ndërkohë për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund të shkarkoni aplikacionin në Euronews.al, App Store dhe Google Play. Nga ana tjetër, programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7 MHz. Bashkë ndajmë këtu. Mirupafshim.